Neve sot jemi, ose sipas llogaritjeve, 20 vitet e fundit, në 20 vitet e fundit, neve kemi 11 vitet më të nxehta që kur neve kemi filluar regjistrimin e temperaturave në Shqipëri. Neve kemi kaluar nga një situatë në të cilin episodet e breshërit ishin një në 3 ose 4 vite, në episode pothuajse vjetore, apo dhe më shumë se sa një herë në vit. Pra, në këto kushte, neve kemi nevojë, kemi nisur, ose po përjetojmë situata në të cilat rreshtet e disa muajve, apo të 6 muajve, neve na bien për 4 orë, apo për 2 ditë. Pra, në këtë situatë, neve kemi nevojë për një instrument i cili të jetë një instrument që të i kalon, të themi, emergjencën e momentit. Dhe, përgjithsisht në këtë situatë, një prej këtyre instrumentave, ndoshta ai i cili përdoret me shumë sukses edhe në vende të tjera europiane, janë pikërisht sigurimet në bujqësi, të cilat i mundsojnë fermerëve që të kenë, të themi, një siguri për sa i përket nivelit të ardhurave të tyre, pavarësisht disa prej fenomeneve të atmosferik, kur ato te i kalojnë situata ose te i kalojnë kushtet e tyre mesatare. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural po përgatit legjislacionin përkatës për të integruar pikërisht këtë instrument të ri të mbështetjes fermerëve, sepse në fund fare është një instrument i mbështetjes fermerëve, për të ruajtur ose për të prodhuar një qëndrueshmëri të ardhurave të tyre ekonomike vjetore. Dhe neve jemi në fazat e fundit të draftimit të tij dhe së shpejti ai do të jetë në dispozicion për të themi për publikun, për të dhënë për konsultimin publik, dhe më vonë neve po shohim gjithashtu, po paramendojmë edhe një skema në të cilën kjo do të integrohet në bujqësinë shqiptare si një instrument i qëndrueshëm, që te i kalon emergjencën dhe që prodhon një efekt afatgjat dhe të qëndrueshëm për të ardhurat e fermerëve.